Ja ku jemi përsëri bashkë, po ju ftoj më një herë me zonjat që kemi sot në studio. Do ta nis me Zamira Laloshin, faleminderit, mirë se erdhët. Iva Mera është me ne, faleminderit, kënaqësi shumë. Faleminderit. Më pas vazhdoj me Ana Lazon, kënaqësi, faleminderit. Dhe në lidhje do të jemi në Skype me Gëzime Fezi, nëse është gati ta përshëndesim. Mirë se erdhët, faleminderit shumë për kohën që po na dedikoni. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, faleminderit. Mirëmëngjes Linda. Mirëmëngjes Katerina. Flasim për gruan sot, për sipërmarrjen, për sfidat e jashtëzakonshme. Gjithmonë është një studim i vazhdueshëm për gratë edhe burrat, të cilët zgjedhin mes karrierës apo jetës personale, sidomos gruaja është në atë vështirësinë më të madhe për ta bërë këtë gjë, që të vendosë ekuilibrat, që të gjej kohën për të dyja palët, për familjen edhe për veten. Të qenit në sipërmarrje pastaj është një sfidë më vete. Është një sfidë më vete, por rasti që ne kemi sot në studio tregojnë që e kanë dalë më së miri, pa diskutim me ato vështirësi që të ofron fusha e biznesit, por mund të them që kanë ditur të gjejnë ekuilibrin mes punës, mes karrierës, pra mes anës profesionale dhe sidomos në një fushë të vështirë siç është biznesi. Ne do kemi kënaqësinë për dëgjuar historitë e tyre interesante dhe frymëzuese në të njëjtën kohë. Pikërisht për këtë është një luftë e madhe kjo e përditshme e një gruaje në sipërmarrje për të patur sa më afër perfektes të gjitha rolet që ka marrë në jetë? Patjetër. Shiko, unë them, ti je grua është në vetvete, është një sfidë. Për vetë faktin, sepse duhet kujdesesh për veten absolutisht po, sepse është gjëja e parë që kur lindim e kemi si opsion, si dëshirë. Pastaj shtëpia, pastaj biznesi, gratë janë ose edhe personalisht shumë sfiduese, karshi jo vetëm jetës, jo vetëm punës, por edhe karshi bashortit, karshi njëra tjetrës, karshi Thuaj se kujdo, pak a shumë. Po pra, të gjithë botës le të themi, sepse ne duam vendin tonë. Besoni se natyralisht jemi të ndërtuara për të përballuar çdo gjë? Absolutisht po. Se mua më duket sikur na ka projektuar Zoti natyra që çfarë do lloj të gjëje të ndodh dhe sido që të jetë na ka ngarkuar me shumë përgjegjësi natyralisht. Dhe ne thjesht të përballojmë. Dhe të gjithave i kushtojmë rëndësinë e duhur. Domethënë nuk mund, unë personalisht nuk them dot që këtë e lë pas dore, sepse do jepem pas kësaj, pavarësisht, sepse 100% nuk mund t'jesh ke të gjitha në kulmin tonë, por që japim peshën e duhur, sepse vetë natyra na ka bërë të përgjeshme, ashtu siç e thash në fillim. Iva, është ego personale, zhvillimi në karrierë, në biznes, të qenit sipërmarrëse, është edhe diçka e mësuar, ndoshta pavarësia ekonomike. Si e ke gjetur veten në fushën e sipërmarrjes? Ka qenë totalisht një zgjedhje e jotja që dua të shkoj më tutje dhe nuk je ndikuar? Jo, nuk e besoj që është ego personale, të paktën në rastin tim. Nuk kam mbajtur asnjëherë si një natyrë egoiste. Po t'isha mbajtur, besoj se do isha në vendin të tjera sot. Po, pjesa në sipërmarrje, ose përfshirja ime në sipërmarrje, në biznes, ne na ka lindur krejt rastësisht, të paktën mua personalisht. Familja ime ishte objektivi që na çoi edhe na largoi nga rutina dhe nga kakofonia e kryeqytetit para pothuajse 11 vitesh, afërsisht. Prindërit e mi dëshironin që mos jetonin më në Tiranë, për shkak të zhurmave dhe të thash për shkak të kësaj kakofonie, dhe dëshironi që të jetonin larg Tiranës. Dhe ata e nisën këtë iniciativë, pa diskutim në atë moshë, para kaq vitesh unë jetoja me ta dhe do t'i ndiqja në dëshirat e tyre. Pa e kuptuar që mbas disa vitesh do t'isha unë ajo, që do t'i mbaja unë ata, do t'i thoja tani do të rini me mua. Kështu që e nisa krejt rastësisht si një vajzë që tipike në familjet shqiptare, që jeton me prindrit edhe do të shkoj aty ku vendimin e merr familja. Mendoj që prindit e mi nuk e kishin të ideuar mjaft mirë se ku donin të shkonin edhe çfarë donin të realizonin. Për ata ishte e rëndësishme të largoheshin nga Tirana dhe të krijonin jetën e tyre diku në periferi të Tiranës, që ne vendosëm ta bënim këtë gjë në Petrel dhe të krijonim një mini shtëpi të vogël mikpritse, jo vetëm për turistët që pëlqenin zonat të tilla, por njëkohësisht edhe për miqtë e familjes tonë, të cilët nuk është se ishin të pakta.
Dhe kjo gjëja e vogël që do të bëhet, të kishte dhe të nxirrte të ardhura në mënyrë që të dy prindit e mi mos të merrnin më makinën dhe të vraponin në Tiranë për të punuar, por ta kishin punën edhe jetesën e tyre aty. Asnjë gjë mendoj unë biznesi është i bukur se ti nuk e parashikon dot. Siç nuk parashikon dot suksesin, nuk parashikon dot dështimin, zhgënjimet, se po ti dinim nuk do ishin futur të gjithë në këtë rreth vicioz siç është biznesi. Bujtina kur u krijua e bukur, e vogël, por ne nuk e dinim që, dhe nuk e di pse, ma bëjnë shumë herë këtë pyetjen, akoma se kam zgjidhur, a ka qenë momenti, ka qenë vendi, ka qenë çasti, ka qenë koha, nuk di ta them, por në momentin që ne e kemi hapur, u duk që zona kishte etje për këtë sipërmarrje dhe nuk kishte më një biznes i vogël familjar. Mu desh mua të shkëputesha nga punët e mia në Tiranë dhe të shkoja te prindit e mi, ju desh të gjithë familjes dhe njëkohësisht e pam që nuk ishte më një shtëpi guest house e vogël, po u bë një industri, u bë një sipërmarrje, u bë një restorant, u bë një bujtinë në të cilën ne prisnim jo vetëm turistë nga gjithë bota, por edhe njerëz të cilët nuk i njihnim. Po, duke qenë në përmasa më të mëdha, më të gjëra, sigurisht ajo kërkon më shumë punë, kam përshtypjen më shumë përkushtim, ndoshta nuk do orar fare. Është një punë që duhet jesh 24 orë e gatshme. Tani, unë mendoj që nëse ka ndonjë biznes në të cilën nuk ja rekomandoj, absolutisht. Asnjë të riu. Frymëzim. Të mira dhe të këqija. Do me thënë, nëse ka, se po lexoja edhe disa të dhëna që kishin nxjerrë edhe këto të Amerikës, edhe thoshte një nga profesionet e 10-vjeçarët që të ardhmen më të papëlqyera dhe më jo të mira për të rekomanduar, ishte pikërisht i pari ishte restoranti, gastronomia. Sepse unë mendoj që një njeri i cili e ka ndarë mendjen të merret me gastronomi, nuk ka jetë, nuk ka kohë. Çdo biznes i tillë është. Po mendoj që gastronomia renditet tek të parat. Dhe them që asnjëri nga ne nuk e kishte dëshirën për të ecur dhe për ta bërë këtë gjën, sepse ne kemi vendosur ta bëjmë këtë gjën. Ne u gjendëm edhe e bën. Tani, ki parasysh një gjë. Unë personalisht i jap eksperiencën time, sepse Iva nuk vjen nga një familje e cila ka lidhje me gastronomin. Mund të jetë absolutisht shumë herë më e lehtë, shumë herë më mirë, shumë herë me pak vështirësi. Nëse familja ime do të ishte e përbërë nga gastronom, ose do të kishte eksperiencë gastronomia. Ne u gjendëm, asnjëri nga ne nuk ishte lidhje me gastronomin. As unë, as familja ime. Dhe do të thotë që çdo mësim që ne mësuam duke, si isha fjala, duke përplasur turin. Duke e pësuar. Dhe imagjino se sa e vështirë është dhe se sa sakrifica mban në momentin që ti sot kam, unë thonë që të gjithë sot, bujtinën e njohim gjithë, bujtina. Se nuk e vazhdove atë rrugën e televizionit, të artit? Isha futur në... Po, nuk ju... Ajo ishte një rrugë e shtruar, po themi, nga familjarët. Tani unë i binte që të lija të gjithë peshën e menaxhimit, e drejtimit, t'ja lija prindërve të mi. Edhe të them të drejtën, ndoshta... Ose shijon më shumë këtë që bën? Pa tjetër që është jo, absolutisht. Unë dhe sot, aty do kthehem, e kupton, po të kthej koha, atë gjë do zgjidhja. Por në ato momente e parë që nuk mund t'i lija prindit e mi vetëm dhe zgjodha që Iva është koha për të sakrifikuar ti dhe për ta bërë ti këtë gjën. Dhe pastaj ka diçka, kur ajo ti futesh në këtë rrethin vicioz, ti e ke shumë të vështirë për t'u ndaluar. Se do më thuar që po ti mirë e kishe këtë bujtinën, po pse fillove të hapje edhe një 10 gjëra të tjera. Kështu që po unë nise të kjo fusha, unë mendoj që të tërheqe dhe ke shumë të vështirë, pastaj të shkëpute. Po beset ka pëlqyer gjithmonë biznese, fakti që pavarësisht kësaj sfidës madhe që ti u gjinde, që ti s'ishe përgatitur për këtë hovë të madhe dhe se si u ngrit biznesi, sërish ti qëndrova aty, zbashku me njerëzit që të ndihmuan, familja dhe zgjerova koha më dhe më shumë. Absolutisht. Ka që një gjë që ti e ke dashur shumë fort. Po, pa tjetër se ti nëse nga njëra anë ke sakrificat dhe kuptohet ka vështirësit, nga ana tjetër pa diskutim që ka edhe gjërat pozitive, të cilat është e kot që më t'i themi që si keme, që ke lirishmërinë, ke pavarësinë dhe mbi të gjitha ti beson tek aftësitë e tua dhe sheh që bën dhe gjëra që kanë sukses. Të lidhem pak edhe me gëzimen, e cila po na ndjek ndërkohë. Të qenit e suksesshme në biznes është
një gjë, të qenit pastaj edhe në konkurencë, ndoshta edhe me burra me shumë eksperiencë, të cilët e kanë si më e ka një lloj etaloni mes tyre që burrat janë më të mirë në biznes se sa gratë, ndoshta gruan e shohin pak më të dobët në biznes. Gëzime, ju çfarë mund të na thoni për këtë? Për plasjen burra-gra në biznes? O, Shqipni, unë e them se një person pa marrë parasysh është mashkull apo femër, raste vendoset të udhëheq një biznis, unë mendoj aty nuk ka, do me thamë si jetë mashkull, mundet edhe femna. Jashtë, si për shembull rastim, unë në biznis hyra rastisht në Itali, mandej u ktheva në Maqedoni kur e hapëm fabrikën e dytë, apo Bagjon, që i thuni ju, isha e vetmja femër, e para femër në Maqedoni, edhe që njerëzit pritin që unë do të dështoj për shkak se priteshte në krye të një prodhimtarie, duhet të jetë një mashkull, e jo një femër. Mirë po unë luftova shumë, punova edhe arrita suksesin që sot të jem këtu ku jam edhe të kem një emër që gjithë më njohin si një grua e suksesshme. Ato përplasjet mes mashkujve dhe mes mashkullit edhe femrës, çdo herë ka edhe do të ketë. Mirë po unë mendoj se me shumë punë mund ta demonstroj edhe ta tregoj se edhe një grua mund të jetë e suksesshme edhe të udhëheqë një biznis. Si mendon se kanë qenë ato pikat kryesore, cilat kanë qenë pikat më të forta të tuat që ja dole mban edhe t'i bindesh edhe të tjerët që mund t'ja dalësh? Cilat kanë qenë parimet të tua? Ishte, unë e thash rastisht hyra në biznis, mirë po unë kisham një besim në vetë vete, edhe kisham ato ideat e mia se unë do të bëj diçka. Do t'jem edhe faleminderuese bashortin tim edhe fëmijëve të mi që ato më përkran shumë. Për shkak se paragjykimet, sfidat ishin nga të shumta. Paramendoni 2003 nuk theva në Maqedoni, nuk është nuk janë vitet shumta, mirë, por nuk janë edhe pak. Para 22 viteve, kur këtu femra, njerëzit tani ishin mësu femra të jetë, një kesh o infermiere, o mësimdhanse. Mirë po në krye të biznisit ishte absurd që të jetë një grua. Mirë po unë punova shumë, më besoni, punova shumë, edhe bëra luftë të bësh me njerëzit, që nuk të përkrahin, nuk kam besim ke ty. Mirë po unë kisham besim të fort në vetë vete, edhe fillova të investoj në vetë vete, të shkoj në trajnime të ndryshme, edhe të tregoj të gjithë se një gruaja, në grue, derisa mundet të menaxhoj një shtëpi, si qëta parafolsja ime para me që menaxhon shtëpin, fëmijët, farefisnin, po pse nuk mund të udhëheqë në një biznis? Më pëlqen shumë kjo lloj mënyre e të menduarit kaq pozitivisht edhe me shumë vetbesim, me mirë besim dhe fundja fundit e përkthyer e gjitha në realitet, në sukses. Por do doja ta diskutonim pak edhe bashkë si këshilluese karriere. Për gruan është pak më e vështirë për të rezistuar, po themi, në fushën e biznesit dhe në sipërmarrjes, ndoshta edhe për shkak edhe të përgjegjësive që i lindin në familje, apo jo? Është ky një nga momentet delikate të jetës së gruas që e pengon në thonjza? Po, në fakt, sot të drejtosh një biznes nuk është e thjeshtë, sigurisht që ka sfida, vështirësi, por nëse ti qëndron e fort, pra në atë çka ti dëshiron të arrish, pra të përparosh akoma më shumë, pra në qoftë se ti ke hyrë në rrugën e biznesit dhe dëshiron vendosmëria, pra. Vendosmëria, vetbesimi, pa tjetër që dhe një mbështetje e fort, unë mendoj që janë pikat kryesore dhe çelësi për të ndihmuar për të pasur një biznes dhe një karrierë të suksesshme. Për ta parë, përsa i përket pak a shumë vajzave të reja që dëshirojnë të jenë pjesë e biznesit në të ardhmen, apo të bëhen sipërmarrëse të suksesshme, nga ajo çka unë kam parë, pra nga eksperienca ime, dëshira është e madhe, por që ka dhe një pjesë që i pengon
si që është ajo që ata ka nevojë për më shumë informim, për më shumë këshillim dhe për më shumë mbështetje, qoftë nga ana financiare, por qoftë nga ana familjare, si që dhe zonë Njusha e tha që familja do shta është një mbështetje ose të drejton për të futur në një fushë që ti ndoshta në të ardhmen mund të bëhesh. Për një burë është njësoj mbështetja e nevojshme? Tani, përsa i përket mashkullit, varet nga situata, varet nga statusi që ke, nëse ti je një femër e pavarur, dhe ndoshta nuk ke akoma të statusin që ti është e fejuar apo e martuar, unë mendoj që nuk është domosdoshmërisht mbështetja e fortë e një mashkulli. Pastaj varet dhe nga biznesi që do të bësh, kështu që nuk e shikoj si 100% pra mashkullin një mbështetje të fortë. Unë mendoj që femra është një forcë shumë e madhe dhe arrin të bëjë gjërat. Po thoja, a ka nevojë një burr nga ana tjetër për mbështetje që mund të jetë mbështetja familjare, mbështetja financiare, besoj se dhe ai si patjetër që ka nevojë, por femra din shumë mirë, siç dhe zonja në fillim e tha, ti ndaj shumë mirë, ta ndaj shumë mirë kohën e saj për t'i bërë të gjitha gjërat njëkohësisht. Unë jam me Anën dhe Ana ka shumë të drejtë këtu, kur e dëgjojmë, Katarina, që grua si përmarrëse, kur ti e dëgjon këtë shprehje, për shkak edhe ne kur na thonë që edhe jo, ti se të duket shumë e bukur kjo. Iva të kemi. Iva të kemi ftuar në panelin si një grua si përmarrëse, dhe ti tak domethënë ndihesh krenare besoj. Patjetër. Por mbrapa këtij etiketimi ka shumë sakrifica nga mbrapa dhe sfida, dhe prandaj jam me Anën kur thot shumë të reja, vajza të reja, i pëlqen ky etiketime. Problemi është që unë nuk e di nëse ata janë gati dhe nëse ata e din se çfarë sakrificash ju duhet atyre që të ndërmarrin. Se duke qenë, kjo nuk është tek ne, besoj që është pak dy fish më e vështirë. Ne roli gruas është në të gjithë botën i rëndësishëm, se gruaja bën këtë dhe këtë. Por unë mendoj unë, gjithmonë mendimi im, them që në Shqipëri mentaliteti nga ne vim, ne e përqafojmë ose e kemi dhe 2 herë më shumë këtë rolin më të vështirë. Se në jashtë, mendoj unë, vajza nuk ka më obligime për të kujdesur kaq shumë për prindrit, se janë pak më të pavarur, më të ftohtë, nuk janë mësuar të jetojnë në komunitet. Por dhe detyrat nuk i ka kaq të fiksuar dhe të përcaktuara që të jetë edhe në rolin e gruas tek bashkëshorti të bëjë detyrat. Si jashtë secili bën gjërat e veta, nuk është problem që ti të bësh këtë dhe unë të bëj këtë. Por njëkohësisht edhe pjesën e tek fëmijët, nuk e kanë si ne shqiptarët që ne themi për fëmijët të bëjmë të gjitha dhe t'i bëjmë të gjitha shumë mirë. Po dhe te fisi, dhe te familja, pra, jashtë ekziston roli i gruas dhe është për të bërë më shumë etj. Por ama janë më të pavarur, ata janë rritur ashtu, që në radhë të parë dhe në veten përpara dhe më pastaj vazhdojnë edhe vijojnë me të tjerët. Ne nuk kemi rritur, po flas pak për brezin tim, nuk e di, brezit ndoshta në vazhdimsi edhe janë modernizuar pak, por brezi jon, neve jemi rritur të jemi në shërbim të familjes, komunitetit dhe në fund, po pa të mundësi dhe kohë të ngelet pa kohë për even për veten e vetë. Pra ndaj biznesi dhe si përmarrëset gra në Shqipëri e kanë akoma dhe të më të vështirë për ta vazhduar dhe për ta arritur ose për të qenë grua në karrierë. Dhe kur e shohim këtë etiketën grua në karrierë dhe grua si përmarrëse, realisht menjëherë personalisht shoh në qoftë se kam përballë Zamirën, unë shoh atë çka ka hequr Zamira. Shoh atë vrapin e Zamirës për të arritur për të bërë edhe rolin e nënës, për të bërë dhe rolin e gruas, për të bërë edhe rolin e supermarketës, edhe rolin e edukatores. Mbase i bërë kjo gjë shumë e mirë, më duket sikur koha apo familjet shqiptare ne kanë përgatitur për qenë ajo gruaja që thua ti, pra për qenë një nënë e mirë, për qenë një motër e mirë, një bie e mirë, një sipërmarrëse e mirë, një grua e sukses, përkatëse që ti mund gjendesh. Por kjo është luks për ato familje që e kanë, sepse shumë, Iva, sepse shumë familje mundohen të rrisin vajzat, me që jemi ke vajzat, me përkëdheli, pa i angazhu në punë, duke i mbrojt nga vështirësitë e jetës, ndërkohë që kjo e bën akoma më të vështirë startimin e saj në jetë. Është luks ta kesh familjen që të nxjisi. Shko puno,
hajde puno ke biznesi familjes, ndërtoje, hyp dhe shikoje nga larg se si funksionon. Domethënë, duhet gradualisht. Zamira, për shembull, unë jam e bindur që është shumë mirë, se dakord jam, unë është shumë mirë që një grua në Shqipëri t'i bëj të gjitha këto. Tani do pyes Zamirën, ose unë për veten time nuk e kam atë. Ke ti kohë për veten tënde? Të merresh ti me të gjitha gjërat që të takojnë ty si grua? Rall e gjej. Kupton tani? Por që atëherë kur duhet do bëhet. Shiko, Pra, ti unë nuk thash, e kohë nuk të do merresh futesh 100% ke të gjitha, ama të paktën shërbimin ndaj vetes do e bësh, se normalisht shkuptim ka të jepesh pas Jo çdo tërësisht gjëje do ta bëje tjetër. nëse do ishe më e lirë. Absolutisht pra. po. Kam shoqet mia që janë perfekte në lukun e vet, që janë gjithmonë të kombinuar, madje edhe qeshin mes njëra tjetrës, aman mërë s'do të ku i gjen kohën. Por atëherë kur duhet ta gjesh se s'ban. Sa herë kemi ardhur ke bujtina jote dhe unë kam qenë më atlete me bluzën që sa kam mbaru punën. Domethënë, okej, mbaron detyra punës. Po kur punës. është e nevojshme, ama e gjen mundësinë Pa diskutim që pa diskutim. Nuk do kishte kuptim. Iva thot rrallë, nuk arrim do të kujdesemi mjaftueshëm një për pikë për veten. të demoralizuar, kur ke bërë gjithë të punë kaq të madhe, ke investuar, kur dhe të demoralizosh apo Jo, absolutisht. është një gjë Thjesht po tregoj praktikisht pra skenën Unë që po ne nuk e tregoj shohim që kurse si. sakrificën që kam nga mbrapa, sepse modelet që ne shohim vajza të cilat të reja, të cilat kanë dëshirë se dëgjon ajo që ua si përmarrëse, grua si përmarrëse, grua si përmarrëse dhe futet në thes pa e ditur se çka ka brenda. Pra ne, siç është fiks ajo, jam dakord totalisht me Anën, që ne kur i këshillojmë këtyre të rinjve për të futur në biznes, se e di si është puna, nuk duhet të futen gjithë biznes, me se duhet punojnë dhe njerëzit e tjerë diku tjetër. Se nëse nuk vinë punojnë të unë shkuptim ka, ti kem gjithë biznesmena unë aty. Se nuk kemi pse të reklamojmë vetëm të pjesën që ti duhet futesh në biznes, apo është shumë mirë të futesh në biznes. Biznesi, siç ka përparësitë e veta që ti ke pavarësinë ekonomike, nuk mundet ndoshta ke biznes dhe nuk fiton aq sa mund të jesh e punësuar diku tjetër. Absolutisht. Ti punon gjithë ditën për biznesin tënd, në fund të muajit e kupton që është më mirë ti ke të punoj te Zamira dhe të marrë rrogun dhe nuk kam përgjegjësi se sa të merrem me këtë biznesin tim që më shumë po lodhem se sa po fitoj. Pra, ka gra si përmarrëse, të cilat janë të suksesshme, unë mendoj që kanë ndikim pa diskutim, momenti, çasti, produkti, koha, nuk ma heq mendjen që është e pamundur që unë jam shumë e aftë dhe prandaj kam sukses, absolutisht. Por janë 100 faktorë, që bëhen bashkë, që ti ke sukses, por ama nga ana tjetër ka një sakrificë vërtet sublime, që është e ndryshme nga ajo kur ti e punësuar të dikush tjetër. Të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël, edhe kthehemi pas pak për të vijuar me bisedën.